Kapitulli 3. Pjetri e Gjoni shkonin në tempull në kohën e lutjes në orën 3 pasdite. Çdo ditë njerëzit sillnin aty një burr që ishte i qalë që nga lindja dhe e vendosnin te dera e tempullit që quhet e bukura, për të lypur lëmosh nga njerëzit që hynin në tempull. Kur pa Pjetrin e Gjonin tek po hynin në tempull, ai u lypi lëmosh. Pjetri së bashku me Gjonin i angulli sytë dhe i thanë: Na shiko. Ai pa me vëmendje duke pritur të merrte ndonjë gjë prej tyre. Por Pjetri tha: Unë nuk kam as argjend e as arë, por atë që kam po ta jap. Në emër të Jezu Krishtit të Nazaretit, ngrihu dhe ec. Pastaj kapi dorën e djathtë, e ngriti dhe me njëherë të qalit i u forcuan këmbët e kyçet. Ai brofi në këmbë dhe shkoi e hyri në tempull së bashku me ta, duke ecur, duke kërcyer e duke lavdëruar Perëndin. I gjithë populli e pa duke ecur e duke lavdëruar Perëndin. Ata e njohën se ishte ai që rrinte ulur te dera e bukur e tempullit për të lypur lëmosh dhe mbetën të habitur e të maknitur nga ajo që i kishte ndodhur të qalit. Me që ai ishte kapur pas Pjetrit dhe Gjonit, i gjithë populli i mrekulluar u mblodh pranë tyre në atë që quhet Portiku i Solomonit. Kur i pa, Pjetri i u drejtua popullit kështu: Burra Izraelit, pse çuditeni për këtë gjë? Pse na shihni sikur ta kishim bërë të ecte me fuqinë, a me përkushtimin ton ndaj Zotit? Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut e Perëndia i Jakobit, Perëndia i etërve tanë, e përlëvdoi Jezusin, birin e vet, të cilin ju e dorëzuat dhe mohuat para Pilatit, megjithse ai kishte vendosur ta lironte. Ju mohuat të shenjtin e të drejtin dhe kërkuat të falej vrasësi. Ju vrati jetëdhënësin, të cilin Perëndia e ngjalli prej të vdekurve, e për këtë ne jemi dëshmitar. Ju e njihni këtë të qalë që shihni. Ai besoi në emër të Jezuit dhe kjo e forcoi. Besimi që vjen prej Jezuit i dha atij këtë shërim të plot para jush të gjithëve. E tani vëllezër, e di se keni vepruar nga padia, sikur se bën edhe krerët tuaj. Perëndia përmbushi kështu atë që kishte paralajmëruar ai vetë përmes gjithë profetëve, se Krishti do të vuante. Prandaj pendohuni e ktheuni që t'ju shlyen mëkatet, që të vijë koha kur Zoti do t'ju përtërijë me praninë e tij, duke ju dërguar Krishtin Jezu, që kishte caktuar për ju, që më parë. Ai duhet të rijë në qiell deri në kohën e ripërtëritjes së të gjitha gjërave, siç e ka lajmëruar Perëndia përmes profetëve të tij të shenjtë, që prej shumë kohësh. Mojsiu ka thënë: Zoti, Perëndia juaj, do të nxjerrë prej jush mes vëllezërve tuaj një profet si unë. Dëgjojeni për gjithçka që do t'ju thotë. Kushdo që nuk do ta dëgjojë atë profet, do të shfaroset nga populli. Dhe të gjithë profetët, të gjithë ata që kanë folur, që nga Samueli e deri te të tjerët pas tij, i kanë paralajmëruar këto ditë. Ju jeni bijtë e profetëve dhe të beslidhjes, që Perëndia u ka dhënë etërve tuaj kur i tha Abrahamit: nëpërmjet pasardhësit tënd do të bekohen të gjithë popujt e tokës. Kur Perëndia e ngjalli birin e vet, e dërgoi së pari te ju, që t'u bekonte, duke larguar secilin prej jush nga ligësitë e veta.